Sindikata e Artistëve të Shqipërisë ka reaguar pas shkresës për shkrirjen e teatrit Migjeni në Shkodër. Sekretari i përgjithshëm i kësaj sindikate, Julian Kazazi, ka zhvilluar një takim me drejtorin e teatrit dhe përfaqësues të Bashkisë Shkodër. Ai bëri me dije se është thënë se stafi artistik dhe punonësit nuk do lëvizin nga vendet e punës. Pra nuk do të ketë shkurtim stafi, por thjesht do të jetë një mënyrë tjetër menaxhimi. Dhe punojësit, asnjëri prej tyre nuk do të lëviz nga vendi i punës. Kjo është gjëja e parë, domethënë, për cilën duhet të japim siguri çdo lloj punojësi dhe çdo punëmarrësi në Republikën e Shqipërisë. Normalisht gjitha institucionet kanë nevojë sa më tepër për staf dhe të rinj të cilët angazhohen në strukturat mbështetëse të stafit artistik në institucionet artistike dhe kulturore. Dhe për sa i përket kësaj pike, jo vetëm që s'do ketë shkurtime të stafit, do ketë një mënyrë menaxhimi të ndryshëm ku duke pas nevojë shumë institucione artistike e kulturore për staf mbështetës, kanë menduar që stafi mbështetës të varet direkt nga bashkia dhe të mund të operojë dhe të vinë në ndihmë të gjitha institucioneve artistike. Mëtej Kazazi shtoi se nga data 1 shkurt është premtuar rritje të paga me 30% për punonësit e teatrit Migjeni. Garancinë që nga data 1 shkurt me ristrukturimin e reja, paga do të rritet me 30% për gjithë punonësit dhe artistët e teatrit Migjeni. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë për të gjithë ata të cilët janë në një udhkryq për të ditur më saktë të vërtetat e gjithë kësaj gjëje, domethënë për të cilën ka qarkulluar dhe në media. Tashmë fondi i investimeve për teatrin do të varet nga bashkia, ndërsa titullari i institucionit do të merret më shumë me çështje artistike.